janë bërë pak problem, po e them në mënyrë kështu të butë për komunitetin pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktik të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa. Ndërkohë që shembulli i ministrit aktual të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shërbimi jashtë Tiranës, edhe pse shtëpinë e kishte dhe e ka në Tiranë, është një shembull që duhet ta kenë parasysh disa kryetarë që sot nuk dua t'i përmend me emër, po herën tjetër do duhet t'i përmend me emër dhe publikisht.